Falënderime dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, pas një muaji për plot angazhim në muajin e begat të Ramazanit, pas përfundimit të kësaj shkolle të madhe që Allahu na I dha mundësinë të afrohemi tek Allahu I Madhërisëm për plot mësime dhe vlera shpirtërore, morale, humane dhe të dimensioneve të ndryshme, patë mundësinë që të njoftohemi për së afërmi me Krijuesin, me Allahun xhalla xhelaluhu, me begatit dhe dhuntit e Tija. Allahu na I mundsoi që të jemi hisetar e të gjitha atyre shpërblimeve të shumta për gjatë gjithë muajit që na shoqëruan, falja e Allahut xhalla xhelaluhu, amnistimi I Tij për çdo ditë, garancione të ndryshme se për ata që janë kontribut dhënës besimtar të denjë I presin shpërblime të mëdha. Madje Zoti I Madhërisëm shpërblimin ekskluziv të agjerimit nuk na I publikoi në jetën e kësaj bote, por e mbajti sekret në mesin e të gjitha adhurimeve dhe tha: "Es-siyamu li wa ana azibi." Për këtë mund kontribut që ju po e jepni gjatë muajit të begat Ramazanit, atë po e mbaj sekret, është vetëm I imi dhe vetëm unë paguaj për te. Që I bie se Allahu xhalla xhelalu, siç kemi promovuar në Ramazan, don që të na surprizoj në ditën e gjykimit për këtë lodhje. Andaj të ndershëm vëllezër, këtu po e citoj thënien e famshme të udhëhecit të parë pas vdekjes pejgamberit alayhisalam, Ebu Bekrit, Allahu qoftë I kënaqur me te, I cili në ligjëratën e tij të parë promovoi duke thënë: ai që ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdek, kurse ai që ka adhuru Allahun, Allahu është I gjallë dhe nuk vdes. Andaj të ndershëm vëllezër, ne ishim adhurues të Zotit në Ramazan, prandaj dhe duhet të vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Dhe kjo është një prej motove dhe synimeve të adhurimeve të muajit të Ramazanit që ne të jemi të vazhdueshëm. Pa të mundësinë gjatë kësaj shkolle dhe gjatë muajit begat të Ramazanit të përsosemi edhe në aspektin moral, në kodin moral dhe zatën. Një prej objektivave të këtij adhurimi është ta e fisnikroj për njeriu, ta e kompletoj edhe në aspektin moral, ta e rregulloj njeriu, besimtari, sjelljen e tij në raport me Zotin e tij, në raport me vetveten, në raport me familjen dhe shoqërinë, me qëllim që të del një besimtar model për familjen, për shoqërinë, për vendin. Po ashtu të ndershëm vëllezër, pa të mundësinë që të kompletohemi edhe në aspektin social. Dhe themi se vërtet muaji I Ramazanit ishte një shkollë e madhe sociale, që po na mungon vazhdimisht gjatë jetës. Gjatë muajit të Ramazanit pa të mundësinë të jemi së bashku në iftaret tona, në syfyret tona. Fillimisht me anëtarët e familjes, e që tani është fenomen I kësaj kohe, sepse është e vështirë të bashkosh anëtarët e familjes në ndonjë prej ushqimeve ditore. Në muajin Ramazan e pa të mundësinë të socializohemi, të jemi afër, jo vetëm me anëtarët e familjes, me miqët dhe dashamirët. E sa mirë pra ishte kur ishim së bashku. E kur jemi kështu së bashku, I ndërtojmë të gjitha vlerat. Pra, kështu na don Zoti, por dhe kështu I ndërtojmë edhe vlerat e vendit tonë. Të ndershëm vëllezër, vendi ynë, shoqëria jonë ka nevojë që ne të jemi së bashku, vazhdimisht, siç ishim muajin e Ramazanit, siç sot jemi këtu së bashku, do të jemi vazhdimisht së bashku, sepse vetëm të bashkuar I ndërtojmë vlerat tona, edhe të vendit tonë, të shoqërisë tonë, qoftë në raport me Zotin, qoftë në raport me njeriu. Andaj të ndershëm vëllezër, sot kemi ardhur këtu të festojmë pas krejt atij mundi dhe sakrifice që patëm për një muaj. Prandaj dhe gjithsesi se kemi për çfarë të festojmë dhe të gëzohemi këtij festimi, sepse kështu Zoti I Madhërisëm na porosit, të gëzohemi mundit dhe sakrificës që dham për një muaj të plotë. Andaj për pak çaste po mundohena që të përcjellim ndonjë prej mesazheve në këtë ditë festive, sepse nuk është momenti I ligjerimit, por I përcjelljes së ndonjë mesazhi.
Tërë suksesin që arritëm të ndershëm vëllezër në muajin e begat të Ramazanit është falë Zotit të Madhërisëm e pastaj dhe mekanizmave ndihmës, sikur që ishte durimi, korrektësia, qasja e duhur, shfrytëzimi i mundësive kështu me radhë. Të gjitha këto mekanizma të ndershëm vëllezër, të cilët na ndihmuan që të dalim të suksesshëm, inshallah nga Ramazani, duhet ta dimë se këto mekanizma na duhen gjatë gjithë jetës, që të jemi pra durimtarë, të jemi korrekt, të jemi të kujdesshëm, të jemi pra ata të cilët mundohemi ta funksionalizojmë jetën tonë, familjen, pasurinë dhe të gjitha mirësitë që i kemi. Pastaj të gjitha mirësitë dhe mësimit që i morëm gjatë muajit të begat të Ramazanit, mesazhi i këtyre mësimeve ishte që tani e tutje t'i vendosim në jetën e përditshme, t'i implementojmë, t'i jetësojmë ato mësime. Sepse në të kundërtën i bie që nuk e kemi shfrytzuar mirë shkollën e Ramazanit. Nëse mësimet pra nuk funksionalizohen në jetën e përditshme, i bie se shkolla e studentit nuk është shumë cilësore. Andaj nëse duam që të tregojmë gatishmëri dhe cilësi, e ju e dini se prej arsyeve, sinjaleve të pranimit të ibadeteve, të adhurimeve është kur personi mësimet që i ka marrë i shtin funksion në jetën e përditshme. Prandaj të ndershëm vëllezër, vlerat që i morëm gjatë muajit të Ramazanit na duhen gjatë jetës. Ti çmojmë ato. Në momentin që i çmojmë vlerat që i kemi marrë gjatë muajit të Ramazanit, i bie se kemi raport mirë, hynor, por gjithsesi edhe do të jemi të suksesshëm në rrafshet e tjera. Pra ta vlerësojmë çdo të mirë që Zoti na ka dhënë, qoftë në raport me Zotin, qoftë edhe të mira të tjera të jetës tonë. Gjatë gjithë muajit të Ramazanit të ndershëm vëllezër, na kanë shoqëruar lutje të shumta dhe të ndryshme. Mirë, po një e kemi pas të veçantë. Sidomos në 10 e fundit. Jemi lut o Zot, ti je fals, e don faljen, më fal mua. Pra e kemi lut Zotin vazhdimisht më na fal. Tani është momenti që ne t'i falim të tjerë. Tani është momenti që të reflektojmë të ndershëm vëllezër. Jemi njerëz dhe gabojmë, flasim dhe nuk ja çellojmë. Krejt është mrana normales njerëzore. Mirë, por nuk është mrana normales dhe nuk është korrekte dhe e duhur që të dalim nga ky vend, të dalim nga xhamia sot dhe mos t'ia shtrim dorën e pajtimit njëri tjetrit. Prandaj të ndershëm vëllezër, nga mesazhet e kësaj dite është që t'i hapim dyert për njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, siç dhe ligjerova para hutbes, nëse ne jemi bashkë dhe nëse ne jemi pranë njëri tjetrit, prodhojmë fuqi. Dhe kjo fuqi në radhë parë na afron te Zoti, e pastaj prodhon edhe vlerat jetës tonë të përditshme. Pra, kur jemi pranë njëri tjetrit, kur e falim njëri tjetrin, kur e tejkalojmë njëri tjetrin, atëherë dhe Zoti neve na fal. Atëherë dhe kuptojmë që edhe ne mund të gabojmë dhe kështu përmirësohemi. Prandaj të ndershëm vëllezër, të gjitha këto janë disa prej mesazheve të kësaj dite, dhash Zoti i Madhërisëm që të presim edhe shumë bajrame të tjera. Dhash Zoti i Madhërisëm që të kemi qenë prej të pranuarve, e them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkon dhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, sigurisht që mësimet hyjnore të cilat i morëm gjatë muajit të begat të Ramazanit duhet të reflektojnë në ditën e festimit. Dhe festimi më i mirë bëhet kur ne jemi pranë njëri tjetrit, kur ne vizitojmë njëri tjetrin, kur ne përcjellmi gëzimin edhe tek të tjerë. Prandaj ftoj vetveten edhe juve që t'i shfrytëzojmë këtë ditë festive, që të shkojmë tek të afërmit tanë, tek farefisi ynë, tek miqet tanë, tek dashamirët tonë, tek ata të cilët kanë me të vetmuar, ata prind që kanë me të vetmuar, pra t'u hapmi derën në ditët e Bajramit, sepse është mundësia më e artë që ne pra edhe të marrim shpërblim të Zotit i Madhërisëm, por dhe të relaksojmë, të freskojmë raportet me njëri tjetrin. Prandaj prej mesazheve dhe motës së festës së Fitr dhe Kurban Bajramit është që ne pra të festojmë së bashku, të jemi së bashku, të jemi pranë njëri tjetrit. Lutem që Zoti fuqiplot t'i ketë pranuar prej neve dhe juve dhe gjithë muslimanëve agjerimin, namazin,
zekatin, sadakan, punë të mira. Dhash Zotit që të presim edhe Ramazanat të tjerë. Prandaj në emrin timin të këshillit të xhamisë, ju uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit, pritshim edhe festa të tjera të shumta, Zoti qoftë i kënaqur me ne dhe ju.